Mirë se keni ardhur në Life is Better with Friends. Sot do të diskutojmë për një temë paksa delikate. Është një sëmundje e cila prek qend shumicën e rasteve, e cila quhet leishmanioza, por ka edhe disa raste që kjo sëmundje mund të transmetohet te njerëzit. Ne kemi pyetur doktorin Admir Graci, i cili do na shpjegojë çdo gjë të mundur mbi leishmaniozën. Leishmanioza është një sëmundje parazitare e cila kalon nga kafsha në kafsh, nga qeni në qen zakonisht, nga pickim i një lloji mushkonje e cila jeton vetëm në periudhën e verës. Kjo mushkonjë që mund të pickojë një qen që është infektuar duke pickuar edhe vetë njeriu. Pra është një sëmundje parazitare zoonoze. Do shikojmë që aktiviteti i vetë kafshës do të bjeri, duke qenë një përqindje nga 10 deri në 50% të saj. Ka disa shenja tipike për sa i përket mantelit ose lëkurës. Kemi një dehidratim të lëkurës, humbje të lagështirës, tharje të qimeve, humbje të qimeve dhe në shumë raste kemi edhe kruarje nga vetë kafsha. Ndërkohë, me avancimin e kësaj sëmundje tek organizmi i kafshës, do të vrejmë edhe një dobësi të theksuar të muskujve tek kafka e kokës. Gjithashtu do të vrejmë edhe rritje të shpejtë të thonjve, edhe pse kafsha është aktive, përsëri thonjt janë në një maksimum rritjeje. Kur vendosim për të bërë kurën e një qeni me leishmaniozë, duhet marrë disa masa. Së pari duhet bërë analizat e gjakut duke parë gjendjen të vetë veshkave të mëlçisë dhe në përgjithësi të gjakut. Do të përmendja glukamtinmën, një medikament i cili bëhet gjithmonë injeksion te kafsha, dhe kjo është diku tek 28 ditë apo 4 javë. Është shumë i miri për mjekimin dhe kurimin e leishmaniozës. Ndërkohë është edhe një tablet antibiotik që duhet marri, allopurinoli, ky gjendet shumë lehtë në tregun shqiptar dhe si medikament do të merret gjatë rreth 1 viti nga vetë kafsha. Megjithatë, është një nga sëmundjet që do të thosha që është e kurueshme. Dhe duke qenë e tillë, do të thosha që vetë njerëzit apo pronarët mos të trëmben nga kjo sëmundje dhe normalisht duhen marrë masa. Mbas mjekimit të saj ekziston një rrip antiparazitar, do ta quaja, Scalibori, i cili vendoset në qafë për rreth 5 muaj në periudhën kur ekziston kjo mushkonjë dhe nuk e lejon që të afrohet për të pickuar kafshën. Pra, qoftë për mjekimin, qoftë për masë parambrojtëse, janë zgjidhjet. Kjo sëmundje është paksa delikate dhe kërkon kohën e vet për të shëruar. Me shumë dashuri dhe me përkushtim, çdo gjë mund të zgjidhet. Ja disa histori suksesi të qenëve të braktisur nga kjo sëmundje, të shpëtuar nga vullnetarët të Animal Rescue Albania dhe që kanë gjetur një shtëpi të re. Mos e braktisni qenin tuaj në qoftë se ai e vuan këtë sëmundje, pasi ajo është e shërueshme dhe kërkon vetëm pak durim nga ana juaj. Kjo është çdo gjë që ne kishim përgatitur për këtë javë dhe shpresoj që të keni dalë nga kjo rubrik pak më të informuar mbi këtë sëmundje, e cila është e tmerrshme, por ka gjithmonë një zgjidhje. Ne do të takohemi sërish javës tjetër dhe bashkë mirupafshim.